Brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera tensionohet shumë kur Dolce dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër dhe plot emocione të forta. Çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket e rëndë dhe mbush dhomën me energji dramatike. Dolce, me një ton të vendosur dhe të fortë, i thot Alba se ajo vetëm i qëndron të likit pas përbyth vetëm përpara, duke e sulmuar direkt dhe duke nxjerrë në pa motivet që ajo mendon se kanë shtyrë Alben të sillet në këtë mënyrë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të ndjejnë tensionin dhe nervozizmin që shpërthen menjëherë. Disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga forca e fjalëve të Dolces, të tjerët shikojnë me kuriozitet dhe shqetësim se si do të zhvillohet situata, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar debatet. Por tensioni është i dukshëm dhe askush nuk mund ta shmangë ndikimin e tij. Dolce nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon të flasë dhe thot se Alba ka qef leket dhe jo limin, duke theksuar se veprimet e saj nuk janë të ndershme dhe nuk kanë lidhje me ndjenja të vërteta, por vetëm me përfitime materiale. Fjalët bien rënd dhe çdo banor që ndodhet pranë ndjen qartë mllëfin dhe vendosmërinë e Dolces. Debati duket se bëhet jo vetëm një përplasje verbale, por një ekspozim i hapur i karaktereve dhe motiveve të banorëve brenda shtëpisë. Alba përpiqet të mbajë qëndrimin, por fjalët e Dolces e lën të tensionuar dhe acaruar. Ajo përpiqet të përgjigjet, por mllëfi dhe intensiteti i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të analizojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe çdo lëvizje të tyre, duke e bërë gjithçka më të ndjerë dhe më dramatike. Debati vazhdon dhe Dolce shton më shumë fjalë për të përshkruar sjelljen e Albas, duke thënë se qëndrimi i saj për pasionin e lekeve dhe jo të ndjenjave të vërteta është i papranueshëm dhe i dëmshëm për dinamikën e shtëpisë. Çdo fjalë e saj ka një ton kritik dhe emocional që rrit dramatizmin dhe e bën debatin të duket i gjatë dhe i tensionuar. Alba përpiqet të mbrojë veten dhe të thotë se nuk është e vërtetë, por tensioni dhe mllëfi i Dolces e bëjnë momentin të duket edhe më i ndjerë dhe i ngarkuar. Banorët e tjerë ndjejnë qartë mllëfin dhe tensionin që përshkon dhomën, dhe çdo reagim, qeshje nervoze apo heshtje shton dramatizmin dhe intensitetin e debatit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mllëfi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shikim dhe lëvizje që rrit dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë tensionin, emocionet dhe mllëfin që përhapen në dhomë, duke e bërë këtë një nga momentet më të diskutueshme dhe më të ndjera të ditës. Ky episod të